Nëse po shihni këtë vlog tani, do të thotë që vlogu i parë ka shkuar shumë mirë. Kështu që mirë se erdhët në vlogun numër 2. Sot që po filmoj është data 2, është e diel dhe ne kemi ardhur që në datën 31 në Shqipëri. Në fakt vlogun nuk kisha ndërmend që ta filloja në datën 3, duke qenë se edhe Rezi ka ditëlindje në datën 3 nëntor. Dhe unë do ta hapja në datën 3, por vendosa që ta hapja që sot, duke qenë se kemi disa plane për sot. Dhe ja ku jemi në datën 2, në datën 2. Për momentin tani jemi në Vlorë. Kemi ardhur vetëm unë dhe Rezi, më në fund një udhëtim, një mini udhëtim le të themi, sepse kemi ardhur mbrëm në orën 10 pa ca të darkës. Vendosëm që të flinim këtu. Krena është me gjyshen e saj, po flinte gjumë, shqyr zotit Nata kishte shkuar shumë mirë edhe për ato të dyja. Nuk na e kishte ndjer fare mungesë. Kishte thënë pak mama, baba ashtu edhe kaq. Këto 2 ditë që kemi qenë në Shqipëri kemi shijuar jashtëzakonisht shumë. Unë që ditën e parë që shkova në Tiranë, shkova bëra thonjë, shikoni pak se sa bukur që duken, nuk kanë lidhje fare me ato të kinezëve ande në Gjermani. Pastaj të shtunën shkuam në Fier. Unë kisha lënë për të bërë një set me foto, që ajo shkoi jashtëzakonisht shumë mirë, sepse edhe stafi i studios atje ishin jashtëzakonisht shumë të mirë me Krenën, e bënin për qeshur, këndonin, kërcenin, ku ta diu se ç'bënin. Pastaj atje në Fier hëngrëm në një pizza Roma, shkuam në Ballësh, dolëm një xhiro në pedonalen e Ballshit. Ballshi është bërë me të vërtet shumë i bukur, është rregulluar jashtëzakonisht shumë në krahasim me çka që kur i kam lënë unë edhe përpara se të ikja në Tiranë. Nuk kënaq shpirti kur po shikoja gjithë ato rinia atje, gjithë ata. Do të thënë, mendoja që ishte shumë e keq, mendoja se kishin ikur shumë njerëz, dilin goca çuna të rinj dhe më pëlqeu me të vërtet shumë edhe më dha një ndjesi shumë pozitive dhe më kujtuan kohrat e mia të rinisë time që dilja me shoqet edhe zihesha me mamin që më linte të dilja. Dhe pastaj pas xhiros pas dite erdhëm në Vlorë, ulëm në një bar aty dhe unë mora një pije, unë nuk mbaj fare pije, domethënë pi 2 glënga dhe jam top fare. Top apo top. Që kam akoma top nga dje. Dhe kështu, bëm një xhiro andej në Lungomarja, na u kënaqën më shkrit me era jot. Pastaj erdhëm këtu te hoteli, pam ndonjë film. Tani do ikim me vrap që të ham mëngjesin sepse e ka hoteli të përfshirë. Pastaj them të pim ndonjë kafe anës detit dhe të shikojmë se ç'do bëjmë. Kështu që shihemi pastaj sepse vlogu sapo ka filluar. Ky është edhe outfiti im për sot, jam veshur e gjitha me të zeza që më tregoj më të dobët, më elegante kotun. Kam edhe një xhaketë zipër dhe do ta vesh edhe atë të tregoj pak. Ja, kjo është edhe xhaketa që do doja shumë që ta kisha hekurosur, po nuk është ngjan edhe aq keq edhe kështu siç është. Flokët po morrin si bubulesh, i bëra dje në parukeri përpara setit edhe kjo është gjendja sot. Harrova buzët, harrova të lëja buzët nëse. Tani ikëm poshtë në të vërtetë. Kjo është pisha që do na shoqëroj këto ditët e Shqipërisë. Ne vendosëm që kafen mos ta pinim fare, sepse tash më shkoj goxha vonë. Domethënë goxha vonë, është ora 9:20, po duke qenë se sot kemi vendosur që të ikim në fshatin e madhërisëm të Kutës. Nuk e dim se sa do vonohemi atje, pastaj pas Kutës kemi vendosur që të shkojmë në Gjirokastër, kështu që më mirë po shkojmë direkt në Ballësh të marrim mamin e Rezit edhe Krenën dhe pastaj të nisemi. Tani do të thosh që grua si kalove me mini udhëtimin tënd me gruan. Si e deve gruan tënde? Qa doje të bëje ti që më deve? Shkela syri kamariet, i thash, veç që ka të koktelin testin e të vërtetës. Do me thënë që me ato 2-3 glënkat e para, filloj po më zjeni këmbët. Jo se isha ideor, se nuk isha ideor tani, thjesht isha çik kështu në qef. Po unë i mbaj mend për shembull se ç'a ndodhen ti. Jo, gjithë po i mbaj mend. Pasi u de, më vinte shumë keq për veten time. Sa keq më trajtonte. Ç'a thosha më? Ti më ke thënë më vjen shumë keq për ty. Që më duron mua. Po shikoj vetëm me keqardhje. Po të falenderoja shpirt, apo të falenderoja dje. Te faleminderit si babai më i mirë që mund të jepja çopës time. Pare kur e bëri efektin maksimum pia dhe si më duron mua. Ktheva te lokali, ja pagova dopjo atij kamarierit, ta faleminderit se më në fund e mora vesh të vërtetën time. Me thosha Rezit që nuk e di se si më duron ti, ma të ndonjëherë s'duroj as veten time, po bravo të qoftë thash edhe. Bravo i qoftë vërtet ndonjëherë. Dua të jap vetes bam. E po ti mos të bëj çefi kaq shumë, tash se ishte thjesht shtëpia, nuk isha unë, se pesha ka se unë jam njeriu më i dashur dhe më i mirë që ekziston, që ti mund të kishe për grua. Ti pse s'më thua mua kështu fjalësh për shemb? Po unë jam deur. Për ti mora ujun, do të kisha nxjerr ato më të këqijat. Po pse nuk jemi fati që më ke mua për grua? Shumë fat për ti, jam pesha ka, jam shumë i lopës, jam lidhur me ty. Do shumë që të pija një kafe tani janë në seti, po si dihet mëse kthehemi të mërkurën kur e kemi të lirë në pije. Se kthehemi, ham ndonjë drek në Vlorë, si dihet. Kështu tani kemi edhe një orë. Sa orë është? 52 minuta. Është 3 kilometra. 63 kilometra. Nëse. Do ikim Ballësh. Nana. Letë me nanën ti?
Kënaqe? Bën pepo dhe në. Rezi apo bën peto apo ndihmon nënën. Një shumë këshillë. Po jam thonë jashtë të çoj kështu që lafu. Neve unë nisëm për në Kut, po përpara se të shkonim Kut, erdhëm pak tek babi i Rezit, që krena të takoj gjyshin, edhe pse jo në mënyrën që të duhet të takonte. Dhe Rezi bashkë me mamin e tij ka shkuar për të marrë lule, ndërsa unë me krenën po ngjitemi bash avash. Shumë e lumtur që do takoj gjyshin, po nuk e kupton në shumë se si do ta takoj. E ka parë në foto, edhe e njeh dhe i thret në emër. Por që normalisht shumë e vogël për t'i kuptuar se çfarë ndodh në të vërtetë. Krena ka bler make-up. Faloj pak brucet mama. Do të çesh kurorën, si princeshë je. Është ora 12 pa një çerek. Në fund u nisëm se të dalësh me Rezar ta ullaj në Ballësh është mision më vete. Duhet të takoj 8800 njerëzit që janë në Ballësh dhe duhet të pi edhe kafe vetamëndisht, po nuk ja lejon koha. Kështu që në fund u nisëm neve tani. Kalon në fshatin e... Që po kalojmë në Hekal, se po kalojmë se Rezi është në Hekali. Nuk ka qenë kurrë në jetën e tij në Hekal, apo ke qenë? Ke qenë? Kështu kam qenë, apo s'kam qenë të shtëpi? Ka qenë të shtëpi, është fshatar pa tokë i themi ne nga ana to. Edhe fshatar po s'ka as tokë. Dhe këtu jam veshur me kanatiere, imagjinoni pak se sa vap që është. Mund të jetë 22 gradë, ndërkohë që në Gjermani tani jam shumë sikur mund të jetë 10 gradë, dhe nuk e di, po më duket sikur po i bëj këto pushimet në verë, jo sikur jam tani në nëntor. Hajde në bushkejmë të rëndi. Ullodi moj, mali. Nuk e di qëpse ka ndonjë njeri që nuk e pëlqen këtë ndjesinë që të jep fshati. Kjo aroma tipike e fshatit. Krena me Rezin po luajnë me gomar. Edhe unë kam shumë qejf që tipit e gomarit, po nuk ka sa marr. Shikoj. Realisht do doja shumë që të hipja te ky gomari. Shikojeni pak se. Hajde çu ti. O shoko. Krena. Do ka frikë që ta preki. Kili. I doli kaka. Gomari. Ato klipet që i pa tani ishin nga shtëpia e tezes së Rezit, po vetëm për një kafe dhe vetëm sa për t'i takuar. Nuk e keni ide. Çfarë organizimi kanë bërë ata për nuk e di për 30 minuta. Ishin duke punuar, erdhën aty për të na takuar, bën drekën, këmbgulin aq shumë siç e kanë të gjitha familjet shqiptare që këmbgulin aq shumë që duhet të rrinim dhe të qëndronim atje me ata. Po normalisht neve kishim për të bërë edhe gjëra tjera dhe nuk mundeshim të qëndronim. Krena gjithashtu sot takoi katragjyshen e saj, sepse stërgjyshja ime është 96 vjeçe, na tregonte histori në 1944 dhe i mbante mend edhe me data mundësisht. Edhe kështu u kënaqëm atje, po tani u nisëm për në Gjirokastër. Është 2 fiks ora dhe normalisht nuk duhet të ishim vonuar kaq shumë, se prandaj nuk pim as kafe në Vlorë, vetëm për të ardhur pak më shpejt, po gjithsesi u vonuam, kemi edhe 1 orë rrugë. Çfarë? Rritëm në Gjirokastër. Unë jam akoma me kanatiere, po është freskuar goxha. Me sa duket moti i Gjermanisë po ka bërë shumë mirë sepse ka aq ftohtë. Do thosh atë që se i shikoj që të gjithë njerëzit janë me të gjata dhe kjo tregon që është pak freskët për të qëndruar me kanatiere, por gjithsesi ne jemi të fortë. Na ka bërë Gjermania të fortë. Unë po bredh tani, po kërkoj një mace që Krena vendosi ta quaj Hana. Unë po vtes fare për të ngrënë. Futu poshtë tavolinën se gjeti Hanën, po Hana na iku prap. Ndërkohë burri do që të më tehi mua. Të më tehesh? Besuar. Di e kalove testin. Shiko, që pi burri, që pi groja. Ja dhe Hana këtu. Kena shumë e fokusuar. Në të nanulli që penat nuk përshikojmë me për të ngramë. Ta haluar të qepin? Po e gëdhem të patatën tonë. Po më duket se erdhe E jam. në para kohë, po. S'to të rëgojnë më. Të erdhe Rezamra. Ha salatën edhe ik tani. Ma ne shumë e shumë. Neve mbaruam drekën, më në fund erdhi, po hanim si të paparë, sikur nuk ishim parë ndonjëherë ushqim me sy, se ishim pa drek fare normale dhe kështu që i hëngrëm, ishin të mira, jo ndonjë gjë kush e di se çfarë, por që hajde haheshin. Me ato uri që kishim ne, do hanim edhe kamarierin, jo më ato që na çoja i përpara. Tani themi që të vemi në një xhiro tek Kazari, do pim ndonjë kafe atje. Ndoshta do shkojmë tek Alaja kur të errësohet edhe pak që të shikojmë qytetin e Gjirokastrës me ato dritat e bukura. Edhe pastaj do nisemi për Ballësh, nuk do qëndrojmë sepse nesër kemi plane të tjera. Nesër është ditëlindja e Rezit. Tani po ikim, të shijojmë pak qytetin e Gjirokastrës. Kjo është ëmbëlsirë tradicionale e Gjirokastrës që quhej Oshaf. Duket se shumë është orizi. Po bro, e gjatë më thajë që ka dhe fik, andaj ndjej ato kërcet në dhëm. Nuk e di shumë që janë saktë, po më duket që ka sopa biskote sipër. Shumë e mirë shenga, po më mirë të kisha marrë 3 leçe se saktë.
Ne tani erdhëm tek Kalaja e Gjirokastrës. Mendoja që mund të ishte hapur edhe pak, po me sa duket ishte në sezonin e verës e hapur deri në orën 7, plus që është e rrësuar jashtëzakonisht shumë. Po tani çfarë ndodhi to thoni ju? Do na ndodhi ne ndonjë gjë me patjetër. Shkojmë ne tek ajo taverna që hëngrëm bukë. Atje normalisht duhet ta parkonim makinën dhe tek ato kallëdrëmet kështu nuk se ka shumë vend. Gjetëm një vend atje, më saktë na e tha një burr. Dhe parkuam, gjetëm vendin e lirë atje dhe i thot Rezi se lek të detyrohem, se duke qenë se ai aty ishte duke marrë me ato parkimin me ato gjëra. Ai thoshte jo po më jep sa të duash, ku të dioni dha ca lek Rezi. Ne shkuam pim edhe kafe që po ua tregoja edhe juve. Shkoi Rezi për të marrë makinën, e merr, na merr neve dhe ne donim që shkonim te Kalaja dhe pyesim një kalimtar asesorët që tha parkoje këtu dhe ti kesh 10 minuta në këmbë. Po ne 10 minuta në këmbë s'mund ikrim me krenat, se gjithsesi u errësua shumë edhe nuk ishte e kishim me aq domosdoshmëri vajtje në Kala. Dhe Rezi shkon sipas rrugës që tha ai, dhe mbani mend që deri në Kala mund të vihet me makinë. Dhe shkojmë na atje nuk ishte rrugë makine fare, mend që na kishte gënjur. Djali rikthehet dhe vjen me vrap aty tek ne dhe thotë ti djali kishe parkuar atje tek ai vendi ku kishim parkuar kur ishim te taverna. Te tani të pash targën e të njoha. Tha po i tha Rezi, po pse ke parkuar atje i tha. Tha Rezi, çfarë mos parkoja, tha se i dhash lekat i tjetrit, çfarë do ti tani? Edhe tha kush ti mori lekët? Ti tha Rezi, ja shpjegoj. Dhe ky tani e kupton ne pse na kishte treguar këtë rrugën gabim, ishte që të parkonim ne makina aty, të merrte edhe ky ndonjë 2000 lekë, ndonjë 5000 lekë. Edhe ne tiknim në këmbë te Kalaja 10 minuta, ndërkohë që këtu te Kalaja mund ta lësh makinën mu përballë Kalas, nuk ka nevojë që të ecësh në këmbë. Ata njerëz të kishin që ambër 5000 lekë që të bëjnë këto gjeste të tilla. Ne ishim me fëmijë të vogël, sipas atij duhet parkonim makinën vetëm që të merrte ky ato lekët, domethënë. Kuptoni se çfarë ndodh apo jo? Gjithsesi ne erdhëm te Kalaja, e parkuam aty mu përballë Kalas. Ai zotëria që ishte aty tha që është mbyllur Kalaja, po mund të blini biletat online, mund ta bëj kaq për ju. Normalisht tani është super e rrësirë dhe nuk është se shikon dot ndonjë gjë të madhe, gjithsesi e vizituam. Tani do nisemi avash avash për në ballë sepse kemi një orë gjysmë rrugë. Neve sapo erdhëm në shtëpi, burri im po ushqet pak se nuk ka ngrënë fare sot gjithë ditën. Ka bërë më mirë mama e petull. Ka bërë mami vetë petull. Nuk duket fare se sa e lodhur jam gjithë ditën e ditës sot. Rruga eci mirë, trenën e Zuri Gjumi për të shkuar atje. Unë erdha lart te shtëpia, që thoni ju se do e lëm në një skenën çdo ditë. Erdha lart te shtëpia unë, kisha krendën krah, kisha marrë Chelsin e derës. Po Chelsin te dera unë e hap e rrotulloj këtë rrotulloja andej nuk hapi dera. E kapa e shkalafita një herë mirë, kështu se mos nuk më dëgjonte mua me Chelsin tim. Edhe e troshita derën aty, domethënë, unë kur shikoj aty isha 2 kate më poshtë. Asnjë jo, po 2 kate më poshtë, 3 komshitë e botës ora 10 e natës. Ata është sigurt që do më kenë dëgjuar mua, domethënë. E sot janë duke fjetur me ëndra, se unë prita që të dilnin me thënë drejtën, që të thosha falni se kanë trova derën. Ata nuk dolën, po që se më kanë dëgjuar, është sigurt që do flen me ëndra sot, edhe do thonë që do na vi hajduti tani, do na vi hajduti pastaj. Ne se kemi fanca, ju kemi ndjes. Do të them te kush pallati jemi. Jemi në fier. Vasim gjurmë. Edhe kështu domethënë e kënaqa edhe për sot. Nesër kush ka ditëlindjen? Oh. Kush ka ditëlindjen nesër? Kush do jetë pa dhuratë nesër? Nuk a thash, po Rezi ka ditëlindjen nesër. Unë i kam bërë një dhuratë. Ai ka parë dhuratën dhe nuk ma kishte thënë që i kishte parë dhuratën. Pavarësisht se unë mundova që të luaja rolin shumë mirë, që ai mos ta hapte paketën, po kështu është kur hap paketat e gruas, mos i hapën paketat e gruas. Unë kam paketat gjithmonë, se ti ke thënë hap. Po unë për këtë të thash mos i hap. Nuk kam faj. Erdhi paketa në shtëpi, pashi kishte shenjë e baterisë, hap. Ishte dhurata brenda. Bëra keq me thënë drejtën se s'dua të pisha surprizën. Mora farsën e flokëve, me nxehtësi kam hequr të gjithë plasmasën që mos thosh ishte hap. E ngjita përsëri, çdo gjë në vend, e luaj rolin sikur s'di e gjë. Më thoshte ka ardhur paketa se shoqet. E mirë thosha unë, unë e dija shumë çka kishte brenda ajo, ishte shumë i sigurt që ajo ishte për mua. Se kisha kuptuar atë ditë më parë që më kërkonte aty tek ishte Saturni, ëh. Te Saturni. Kisha zbuluar deri diku që mund të ishte ajo dhuratë. Pastaj kur e pashte atë që ishte brenda, tash kjo është për mua. Do ta marri kur të shkojmë në Frankfurt tani, nuk do ta marri ditën e nesërme që ka ditëlindjen. Po e bukur se kishte fshirë të brekte mirë. Edhe të ti. Edhe tuaj. Se tash është vend që çaj duhet që të hyj aty edhe prandaj. Unë do bëj një dush, pastaj floku, po përtoj shumë me thënë drejtën. Një orë do më haj më floku për t'i larë për të thënë. Edhe kjo ishte edhe dita për sot, do t'ju hap sërish nesër dhe do shikojmë se ku do shkojmë edhe nesër. Do kemi një surprizë nesër. Kam ditëlindjen unë. Super surprizë. Do biskota? Byte me biskotën? Po, haje pak na pak, okej, shpejt. I lau do çka të krena. Bësh mamit këta. Që faleminderit jeta ime. Ke bërë shumë mirë jeta ime. Edhe pak tu, ha bëj edhe pak aty. Mirëmëngjesi nga dita numër, nuk e di se sa. Nga dita numër 2 e vlogut, po dita numër 4 e Shqipërisë. Neve kemi nisur me aksion që në 6 të mëngjesit ditën sot, krena u zgjua sepse normalisht fjeti dia rrugës edhe i ka bërë orarin e gjumit. I bëra një dush krenës, bëra një dush trupi vet, sepse flokut siç mund ta shikoni nuk arrita dot që t'i laja dje, nuk isha fare nerva, isha super e lodhur. Dhe kështu që gjeta një parukere këtu në ballë që të mi krehi pak, domethënë t'i laja dhe t'i kreja atje.
Ndërkohë këtu më ka dalë një herpes dhe duhet të shkojmë patjetër te Rossmani që të marr diçka, paktën mos të bëhet më e madhe se nuk kemi ngjen e herpesit tani. Ne barokeria ime hapej në 8:30 dhe ishte ora 8:20 kur e mora në telefon, kështu që bëra gjitha valixhen, marra një valixhe të vogël duke qenë se do qëndrojmë një natë. Ora ca rroba kështu, shpresoj mos kem harruar gjë. Vesha këtë kostumin tani që kisha veshur te në aeroport, se koha sot është pak freskët, mendoj, ndoshta edhe jo aq freskët, por duket vrentur jashtë edhe sot e ka dhënë përshi sot edhe nesër. Fatkeqësisht, po do bëjmë si do bëjmë. Mora edhe byret çka me vete brenda në këmbë. Kam salçi që kanë qenë preferuar mi, po kam prishur shumë dorën me të drejtën. I mbarova flokët më në fund, po jam jashtëzakonisht shumë vonë. Shkor ora 10:20 dhe shpresoj shumë që të bëhemi gati shpejt dhe të paktën në 10 të nisemi për Tiranë. Flokët më dolën mirë, po fakti që janë të palyera nuk më duken aq mirë. Ndërkohë jam poshtë shtëpisë dhe po çja krena duke ulëritur, jo duke qarë. Është sigurt që nuk do që të veshë rrobat për të ikur. Rezi ka shtëpinë afër një qerdhe, një kopshti, ose janë të dyja bashkë në këtë tamam. Dhe nuk e keni idenë se sa ishin duke qarë të gjithë fëmijët aty në mëngjes. Imagjino se sa stresuese duhet të jenë për prindrit që të lënë fëmijën duke qarë aty dhe të shkojnë në punë. Kena përfundimisht ka filluar në atë fazën që nuk është më e qetë, sepse normalisht kanë kaluar shumë ditë që nga dita që kemi ardhur edhe ishte goxha mirë deri tani, po na çudiste, normal që do fillonte. Nuk e di se si do shkojë kjo puna jonë sot. Hajde fut mami, hajde fut mami. Dhe ne sot do shkojmë në Tiranë, pastaj nga Tirana do shkojmë te Mrizizanave, pastaj nga Mrizizanave do shkojmë në Shkodër. Atje do qëndrojmë një natë. Po natë shumë rezi tani, çdo minutë po më duket e tepër. Se vonova dhe shumë atje te parukeria prandaj. E ka zënë qumi me puk në gojë. Erdhëm në fund në Tiranë, pas 2 orë gjysmë rrugë. Rena shoqërzoti ka fitur gjithë rrugën, nuk naq. Ne erdhëm këtu, ka pak trafik. Nuk kanë kishte munguar fare ky trafiku i Tiranës, me thënë drejtën. Ne do shkojmë do mbarojmë ato punët që kemi për bërë. Edhe të nisemi në orën 3:30 kemi lënë për tek Mrizi, ka rezervuar resi. Po besoj që deri në 3:30 do ham ndonjë gjë përpara se shkojmë atje se do vemi me zorrën në dorë pastaj. Më rroft mua që u kreva sot, sa bëri floku në shiu që mi kënaqja. Kuam mbaruam ato punët që kishim. Unë isha takova dhe pak mamin tek shkolla e saj ku punon. Edhe takova jashtëzakonisht shumë njerëz, disa goca të vogla që më pyesin, më thoshin, "Po ti Franciska Morata je?" Dhe ma bën shumë qefi, ishin gjithë ato goca atje. Edhe ato kolegët e mamit ma bën shumë qefi që të gjitha. Tani mbaruam punët që çka kishim. Do nisemi për te Mrizizanave, është ora 2:05, nuk e di diçka e tillë. Dhe në 3:30 kemi rezervimin. Është një trafik i tmerrshëm fare. Rezi ndërkohë na ka marrë këto pica që të ham përpara se të shkojmë në restoran. Se shkojmë atje si lupit. Nuk mund ta besoj, po erdhëm 10 minuta përpara orarit që duhet të vinim. Është ora 3:20. Ajër ferme këtu. Çet? Ajër. Ajër ferme. Ajë më shkojmë. Instalacion dekorativ që bezduesen nga aroma, shikojeni. Thjesht ajër. Dhe këtu kanë hedhur lekët. Paratë e përfituara nga shitja e vaseve shkojnë për stafin elektoral dhe bujqësor. Sa bukur, sa ide interesante. Kam përshtypjen do kenë marrë mjaftueshëm kritika sepse më vërtet që kanë një aromë jo shumë të mirë, por kjo dihet sepse fermë është në fund të fundit. Ti djali ditëlindjes, na përshëndesesh në çek. Ju përshëndes këngën e Kozmadushit, ai dua lule. Çma çik gjel. A si ndjesh të solla këtu tek patat? Po kudo që rast do të vi. Po ti, Po çu solla më. Shikoj atë vit këtu. Ha mama. Unë viti kam lënë me eko, si shumë me sy. Ja krena se dorën do të erën fare për shembull. Si ky traktori mbaj mend që ka pasur babi im kur kemi qenë në fshat. Imagjinoj se sa e vogël kam qenë kur kam ikur nga fshati dhe prapë mbaj mend se fëmijët me sa duket mbakan mend gjëra që u bëjnë përshtypje në jetë, nuk e di se si ndodh, sepse unë kam ikur që 3 vjeçe dhe imagjinoni që unë mbaj mend që babi im ka pasur një traktor kur unë kam qenë më pak se sa 3 vjeçe. Pra më pëlqeu jashtëzakonisht shumë këtë herë ishte se ishte një djalë që ishte me sindromën Down, ata e kishin punësuar dhe na tregonte ne se ku të futeshim me makinë. Dhe sa gjë e bukur është që këtu i vlerësojnë të gjithë njerëzit pa pasur parasysh ose është ndryshe nga njerëzit e tjerë, u jep mundësinë njësoj për të bërë punën dhe për të ndjerë të dobishëm sepse janë të dobishëm. Dhe ja ku e kanë vërtetuar edhe me këtë rast. Shikoni pak të gjitha janë bio edhe gatuhen për tek lokali. Këtu kanë përshtypjen bëjnë evente të jashtë, kur është edhe koha pak më e mirë. Kjo është edhe hyrja. Për të kjo pjesa e xhamit këtu mund të bëhen foto shumë të bukura. Shikoni pak sa bukur që duket këtë. Do t'rregoj pak tani se çfarë kanë shkuar te dera direkt sa hyn në Mriz. Njoftim, në Mriz qend janë të mirëpritur, burrat që dhunojnë gruani jo. Kuptoni pse dua të rikthehem unë 100 herë sa herë që vin në Shqipëri këtu apo jo? Shikoni se çfarë vlerash transmetoi këta njerëz. Po i ke të marr krenën tani se krena nuk hiqet nga lepujt, hajde ta marrësh. Pra prezi ul atje sipër do japi porosin. Ja, po lojnë aty, shiko. Ai s'më të ndajemi ne. Shkemi herë këtani.
Ta njëra ta pastaj krena. Shikoni pak krenën tani se si u bë këtu nga mrapa. Knaqen fare po ju them. Do të shofësh patat ti? Po ja, këtu shifen patat. Fletet e reja këtu ndërkohë. Vjen me shamet apo me shamet. E di që askush nuk ka nevojë për një këshill kaq qitjote, po mos vishni të bardha kur vini në ferm. Nuk e di se kush më bën këto gomarrëllishe, po ja që i bë kam unë sa duket. Bravo. Wow, peskanado, të bukura. O shefi edhe 100. Faleminderit shumë. Ky është lëng sheke. Sa bukur shkoni pak me çfarë. Sa e ngrohtë. Bukmisri. Po kjo është kulaç. Tjetër çka kemi? Edhe ky kulaç. Kan kërputa, po kjo? Djathi i zier. Okej. Edhe këri. Shlak nori me kungull, fruta e mishit e brasi dhe djathi disë. Okej, faleminderit. Djathi me verë, që është i marinuar, djathi kashkavall, djathi bri, edhe tomatet thata. Do të thënë kaq shumë i mbushur, është vetëm me antipasta. Nuk ka ardhur akoma mishi ta imagjinoni. Këto të gjitha nuk bëhen me porosi, bëhet vetëm mishi porosi dhe të tjera të sillin këta. Unë ndërkohë s'po di çfarë po ham para, në një dorë marr këtë, në një dorë marr djathin. Çfarë do të bëj? Byroko me kungull shumë. Ka një për kopa këtu. Ndesh më për kujtesën. Nuk të le të hash në të. Pas po për tasë se ke ditë lindje. Po. Rena u kënaq me lëngën e shekut. Ato prosciuttat më pëlqejnë shumë. Mishin e hëngrën. E hëngri kishi ka ditë lindje. Po fshim buzët me mish. Ai punon vendi. Kënë ka këtu po ha pilaf ndërkohë. Edhe pak, bravo. Edhe kjo është nga lokali, do të thënë janë thjesht fruta, edhe kjo ç'është? Është than, po është si në formë reçeli, si nuk e di. Dashka që marrë ti. Tu më duket vetja sikur jam me ndonjë dasëm italiane, edhe po presim që të vijë nusja me dhëndrin dhe unë jam një e ftuar me një fustan elegant dhe po pres që të ngrem dolli për çiftin italian. Kena ke këtu një hana tjetër. Një hana tjetër aty. Ai më mundra, hapi kamerë. Të dua shumë. Ja, kush. Shikojeni pak pantallonat e kësaj të zgjuarës që vjen në ferë me pantallona të bardha. Po mendja një kokër gruri është, na merr zogu e fluturon. Jena po shkalafitet, ka rënja 100 herë deri tani. Ose mos nxjerrna i zë thotë që të çaje të bëj. Pije, rrezohet, ngrihet prapë. Se ç'bën, 4 rezinë se nga po hipën aty tani. Odora eksploruesja. Shikojeni pak sa larg që ka hip. Ç'a bën? Shikojeni është atje. Hajde me gocë. Hajde do ikim. Neve sa po erdhëm edhe bëm check-in në apartamenti që kemi marrë, do t'ua tregoj pak shpejt përpara se të bëhet rrëmuje vërtet këtu nga krena. Kjo është një dhomë, është tamam si shtëpi. Është me divan që ky divan i hapej me safashe dhe bëhej shumë i madh. Këtu ke një tavolinë, edhe kuzhina me lavamanin me sobën me gjitha. Kjo është tualeti që nga shumë pastër, ndërsa kjo këtu është dhoma e gjumit. Për një natë që të qëndrojmë neve, është mirë, nuk do bëjmë lami këtu. E rezervo pa në booking këtu. Edhe që nga goxha pastër, kjo ka rëndësi. Rruga na shkoi shumë mirë, ishte vetëm 40 minuta, nuk e ndjen fare. Paktën nuk u brind krena. Pas ka edhe krevata për beba, që nuk besoj të na duhet, por nëse dua mund t'i marr. Unë shtriva pak, vesha kostumin e gjumit. Ora është 6 e çerre. Plani fillestar ishte që të dilim pak edhe tani në darkë, por do qenë se jemi shumë të lodhur. Nuk do dalim të paktën jo me krenën. Kështu që po mendonim që të vinim krenën në gjumë, nga ora 8 që ka ajo orari, ndoshta mund të flëri edhe pak më herët. Dhe pastaj të linim krenën me nënën këtu dhe të dilja unë me Rezin. Nuk e di po do kemi fuqi për të dalë apo jo. Presoj që po. Vërtet që jam shumë e lodhur, po nuk do të humbas asnjë ditë nga këto pushime. Sepse them do kthehemi në Gjermani, do shplodhem atje. Nuk kemi ardhur këtu për të shplodhur, kemi ardhur për të kënaqur. Nuk mund t'i bëjmë të dyja, edhe të shplodhemi edhe të kënaqemi. Besoj shumë që të kem filmuar gjëra të bukura edhe këtu te vlogu, nuk e di fare se çfarë mund të kem filmuar, sepse kjo është e mira e vlogut, që hap kamerën aty 2 minuta, thua çfarë ndjen, thua çfarë ke për të thënë, edhe mbarove dhe normalisht nuk e mban mend se çfarë mund të kesh thënë, se janë ndjesitë të momentit dhe kjo është e bukura e vlogut, që të kapet ndjesia e momentit dhe juve t'ju bëj të ndiheni sikur jeni këtu me ne. Shpresoj shumë që t'i arrijmë me këto vlogjet e mia. Kështu unë do t'ju hap pra pastaj, do t'ju them se çfarë do ndodhi me fatin ton, nëse do dalim apo jo. Shanset janë që do dalim, dhe unë dua shumë që të dalim, po se sa fuqi do kemi është tjetër gjë. Ai më shpule krena. Tash më shpule shumë gjë. Oh, ku është trikë keqe imagjinare? Se di se çfarë zite do uja vetullave sot. Kjo gjendje fytyrës vetëm pasi kam kaluar te korrektorin këtu. Imagjino tani që do t'i hedh edhe fondatina. Po kjo çfarë është tani? Është pite? Po kjo imja çfarë është kjo? Sa e mirë që duket kjo. Vetulla që pas kam marrë Rezin në një furrë bukur që më perfekt. Nuk e di, po furrat bukur shqiptare bëjnë gjërat më të mira që mund të ekzistojnë. Nuk janë gjëra më shëndetshme, janë më të mira. Petull me djath bebe. Si thon djath bebe? E han bebe atë? Po nga gjë është butshë. Sa e mirë. Të paktën mbrumi është shumë i mirë. E kisha provuar që në të tjetër çajçik në mollë. Me mollë me kanel. Është në mbushje edhe një pita i brum. Ishte më mirë me pistakja. Unë kam harruar që të them mirëmëngjesi juve. Mirëmëngjes. U bëra ujë. E të mërshme. Mirëmëngjesi o njerëz të mirë, mirëmëngjesi.
shikoja kaloni në këtë ditë që po shikoni këtë vlogun tim, se nuk e di se çfarë ditë të shikoni ju. Sot është data 4 nëntor. Neve na ka ngelur edhe shumë pak ditë fatkeqësisht dhe dua të qaj për këtë gjë. Neve dije si çapat nuk dolëm, për arsye që krenën ndoshta nga mbi lodhja nuk e zuri gjumi, e zuri nga ora 9, por gjithsesi në atë pikë lodhëm dhe neve vet, filloi dhe një shi i tmerrshëm, vetëm me vetë me bubullima, jashtëzakonisht shumë shi, edhe tham që okay. Edhe pse do doja shumë që të dilja, se kush e di kur do na bjeri rasti pra për të dalë vetëm unë me Rezin, po nejse. Të paktën dolëm në Vlorë. Dhe do nisemi, do shikojmë ndonjë nga këto atraksionet, besoj që do shkojmë si fillim tek Pedonalia, të pijmë ndonjë kafe, të ham ndonjë gjë. Tani shkoi ora 9, ne u nisëm për në Pedonale, lam dhomën. Ideali i dhomës ishte jashtëzakonisht shumë i mirë dhe shumë i sjellshëm. Dhomat ishin shumë të pastra, ai më pyeste her pas here thoshte që nëse keni nevojë për diçka më thuaj. E kisha harruar se sa të sjellshëm janë njerëzit shkodran dhe sa të mirë. Kështu tani do ikim të bëjmë një xhiro në Pedonale. You can lock the door, but not the mind. The truth is something you won't find behind the bars. They sit and wait. Banas. Hëngrëm mëngjesin, morëm disa nga ato sanduiqet që ka Banas pam. Se shkoj të marrim ndonjë suvenir me qytetin e Shkodrës, do që të marrë suvenir në çdo qytet që shkon. Do ngrihemi pastaj nuk e di, do bëjmë ndonjë çiro, po me Krena sot që nga pak e pamundur, me thënë drejtën, shpresoj që të mbaj edhe pak. Ndoshta do shkojmë pastaj në Shiro, shohim sa do na premtoj koha, ora pas ka shkuar 10:30. Mora këto mbicilat ishte jashtëzakonisht shumë e mirë, shumë e ëmbël, po shumë e mirë. Rezi na ka bler suveniren, Po të për çfarë blë? Këtë makinë. Do tregoj gjermande që është shqiptar. Marr një stop për Krenën, po këtë do ta frim në Gjermani, jo këtu, se s'kemi si ta marrim. Më rëdin sa? Po. Po më të shpikur nuk ishte. Ka gjetur dy, po më të shëmtuara, do të frishin frigoriferin. Çfarë sa po bëra unë tani? Tregoj pak. Unë isha për jashta. Francesca iku në tualet me gjithë Krenën. Shkuan, kushte shikojnë derën, Krena breveluce. Ashtu si shikim banana. Thashun ç'a bën? Qa harruar të ngrija pantallona dhe që po ikte në për dyqan, në për lokal, po e se po pantallona. Kishte po i kishte në fund të këmbëve, domethënë. Po isosh. Ishin ja dy gratë. Edhe më thanë që doja të thoja që ngri pantallonat gocat e pastaj kur ja fusi ato. Ti nuk besoj që do jesh mami i saj. Dhe nuk fola fare, unë që të thosha, asta po hoja jo, thashë që ne unë mami ka që pa përgjishme. Edhe kur thote, o sa mirë po jesë edhe ajo me ato pantallona në përkëmbë ashtu. Zoti ma sa kemi qeshur, e madhe fare janë për zotin, mama e pa përgjishme. Unë mora po lanim duart e ku ta diu se ç'bëni me harrova fare t'ja ngrija pantallonat. Po kështu është ja, mamat e pa përgjishme, kështu jeni ju mamat e sotme. Ne unë nisëm për në Shirok tani, kishim planin për të shkuar tek kalaja e Rozafës, po vajti shumë vonë edhe në orën 3 unë kam takimin e flokëve, kështu që nisëm direkt për Shirok. Të bëjmë në një xhiro, ndoshta të ham në një trek. Shikojmë si jemi me Orexin, domethënë një herë, pastaj të shohim nëse do ham ose jo. Po që më kishte marrë malli shumë për Shkodrën. Shkodër kam punuar nuk e di se sa muaj dhe zëre se kam jetuar në Shkodër, duke qenë se rrinim 6 ditë të javës dhe vetëm një ditë ktheheshim në Tiranë. Dhe nuk e di, mund të ketë qenë mbi 4-5 muaj ka rastisur projekte njëra pas tjetrës dhe kështu që normalisht do kem nostalgji. Jo vetëm për Shkodrën, për çdo cep të Shqipërisë unë kështu them sepse me vërtet kam shumë nostalgji për çdo cep të Shqipërisë. They sit and wait, but justice never comes too late. They spoke the truth for all to see. Now it's time to set them free. Their words are Shikon ku të solla. Dhe që mësojnë në të lakën e Shkodrës. Lake. Po gjatë çaj ka që bubu lakën. Lake, bubu, lake. Kena, kena. Do shi dhe jon me një fëmijë. Kena, mos, Po frym pak erë këtu. Shpresoj shumë që të dëgjojmë se ato mikrofonat i mbaj për bukurinë, kurse i përdorim shumë shpesh. Prandaj duhet marrim ata të tjerë. Rezi do më shumë të marrë se sa duam. Do tani që të marrim një palë mikrofona që bën 300 euro, po ne vash se si jemi kaq të pasur. Kena është në kërkim të Hanave. Gjitha maceve u vë emrin Hana. Një gjë është e sigurt që kjo vajzë nuk më ka ngjarë mua fare. Mirë nga pamja Rëzar, po edhe nga do ma more çupën. ringing clear, and now it's time for all to hear. Free the voices, free the fight. We'll keep singing through the Gjyshe, pse I ke veshët kaq të mëdhenj? Për të dëgjuar erën. Për të dëgjuar erën. E shikon e ma se më publizon direkt më gjë. Unë am të prapanica. Ora shkoj 12, Krena gjeti një kënd lojrash, nuk e di ku ja zuri syre dhe po thoshte parku edhe po luan atje, shikoj. Mapsi na nxirrte në Tiranë që duam 1 orë 50 e ca minuta. Te Krena se shkoi ora për gjumë, kështu që e mira do ishte të lëviznim avash. Tani se kush do heqi Krenën nga këndi lojrave, këtë do ua lë juve që ta gjeni. Se unë nuk e di për vete se kush do merret me këtë pjesë. Ti ka që bëjmë një çik xhiro këtu, edhe pse është shumë ftohtë dhe fryn shumë erë. Në verë është shumë e bukur Shiroka, po edhe tani u kënaqem që bëm këtë xhiro. Krena u kënaq dhe u skërnaq me qende dhe me macet e rrugëve, se të gjithë qende, jo të gjithë, apo të gjithë ishin të vaksinuar. Kishin atë shenjën që tregonin që ishin të vaksinuar dhe të kastruar.
Ta them edhe këtë si detaj. Ishin dhe të kastruar, që ose doni ta dini si detaj. Ne ikim tani. Merrem makinën që ti ikim avash avash. Kërkoj ndonjë kafe turke tani, se mami Rezit pi vetëm kafe turke. Shkova tek një, po nuk bëni fatkeqësisht. Po shkoj tek një tjetër. Si jeni? Bëni kafe turke? Po, për ta marrë me vete. Ne u nisëm për në Tiranë. Unë ja futa edhe një çik gjumit, krena fjeti direkt sa hipëm, edhe është akoma në gjumë. Se shumë që mos të ketë shumë trafik, se Google Maps i tregon me kuqe aty. Orët të përsketit me djathtë që kam qenë në Shqipëri, kam ngrënë pothuajse çdo pasdite, normale dashuruese djathtë të madhe. Bërita në Tiranë më në fund, dua keq fare që të shkoj në tualet dhe shpresoj shumë që të ketë këtu te parukeria, se sapo erdha edhe këtu. Gjyqër zoti nuk ishte trafik fare dhe të paktën shpresoj mos të vanohem këtu. Se dini sa përtoj që të rri këtu 3 orë ulur kot pa lidhje. Mund ta besoj që ndodhi më në fund, ndodhi. Jam shumë e lumtur, zoti i madh sa më kishte munguar, shikoni çfarë ngjyrë bukur. Doja të qaja atje që pas nuk e di se sa vitesh, 1 vit e gjysmë. Po, 1 vit e gjysmë që isha në Shqipëri për herë të fundit i kisha kështu. Para komplet të njëjtën ngjyrë çdo gjë dhe shikoni për sa bukur që duket. Ka lezet njeriu shkret në Shqipëri, ore ka lezet. Ja që nga rësuar ndërkohë është ora 5:05. Ha zemra. 13 minuta, 4 minuta vjetë. Okej. Dhe që ta pres këtu unë tani, domethënë, edhe pse e mora 20 minuta përpara se të mbaroja, po prapë nuk ka ardhur. Duhet që ta pres unë atë, jo ai mua. Ne tani do shkojmë do më marri dhe do shkojmë prapë në fresk, sepse Rezi ishte takuar me një kuçurierin e vet, edhe do shkoj dhe unë tani atje. Pastaj do nisemi avash avash për në ballesh. Në ballesh, jo në ballsh. Shkoj Rezin tani, të shikojmë pak te ka fikur sa të shikojmë pak reagimin e tij. Hajde të marrim në makinë. Ka shumë bukur. Ha? Bukur? Po, shumë bukur. Faleminderit. A vë fej që kisha ndezë kamerën ti? Jo, shpërtësen. Kështë të farë që të Pëlqej shumë? Po, zemrejme. Jam vërë groja më e bukur që ekziston. Ti ke qenë më bukur që ekziston. Nuk e se më bank të flokët. Jo, zemrejme. Ta e rritën detaj. Të duash. Edhe unë shpit. Edhe të ky salloni se nuk po flisja dot nga që jashtë ishte shumë zhurmë dhe s'kisha mikrofone. Unë te kjo goca kam qenë përpara 1 viti e gjysmë kur kam qenë sërish në Shqipëri dhe i thash që më pëlqen shumë dhe bëra totalisht të njëjtën gjë dhe sërish më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Kishte bërë një sallon të ri, po sa të bukur që kishte bërë. E ishte i kuruar në çdo detaj, ishte apartament për çëm, po nuk ndihej fare si apartament. Ishte çdo hapësirë e mundshme, e mirë menduar që duhej përdorur dhe e kishte shfrytzuar çdo centimetër të asaj shtëpie. Ati vendi domethënë. Gocat ishin jashtëzakonisht shumë të mira. Madje më tha, është e dyta në fakt që ma thot, edhe ajo goca në fier që më bëri flokët, më tha që flokun e paske shumë mirë të hidratuar. Mua në kamerë përgjithsisht floku më ngjan tamam si bubulesh, po unë veç e ndjej që është i butë si flok. Përveç fakti që nuk është se i pres her pas here, që dihet ai problemi kur jenë në Gjermani që nuk i pret, jo shtrenjt, jo si ti bëjnë, ku ta diun. Po tani kam marrë edhe një pajisje që sot duhet më ketë vajtur në shtëpi madje, për të prerë këto majat e djegura, jo për t'i prerë, po thjesht për t'i hequr, domethënë për ta pastruar. Kështu që shpresoj që ajo të më zgjidhë punë. Sa për pjesën tjetër të hidratimit të gjërave i thashë edhe asaj që kam përdorur këto jo të kremin nga K18, nuk e di çfarë është krema, po diçka e tillë. Maskën e Olaplexit, vajin e Kerastasis, me sa duket këto pas kam bër goxha punë tek floku im, sepse ishte e dyta që ma tha që flokun e paske shumë mirë të hidratuar për gjatësinë dhe për volumin që paske. Kështu që ma bën shumë qefin ato goca dhe do vazhdoj të përdor ato maska. Ndërsa shampon ta imagjinoni që përdor një shampo shumë të lirë atë të Elvives, ku ta diun thjesht marr versionin e madh dhe kaq. Ndërsa për pjesën pas dushit, aty po që i përdor pak më të mira dhe kështu që bë kanë efekt, sepse këto i thon profesionistat, nuk i them unë. Ty të pëlqyen zemra ime përfundimisht, a? Mirë, shumë mirë. Më bën shumë qefi se unë ty dua që të bëj përshtypje. Ty dua që të pëlqejnë. Edhe vetes, po, edhe ty. Ti je shumë e bukur dhe për rrugë vlogët, po edhe tash që ke merr këtë dukur. Akoma më bukur, a? Faleminderit shumë zemra. Hajde bil bilet. Bilbili iku, pas ka dashur të kthehet në vend. Ne shkuam të takonim kushërinë e Rezit dhe normalisht plani ishte që të shkonim të takonim, të bënim pak mohabet dhe tikni. Por siç e kemi ne shqiptarët, jo do rrini vërtar, kjo do bëni kështu, jo do bëni ashtu. Dhe erdhëm tek një restorant që quhet Lugina Surrelit. Edhe do ham edhe darkën këtu dhe pastaj do ikim avash të ballësh. Ku që ora po shkon 8, ë. Pa të shërë të krena? Mirë mëngjesi nga dita e para fundit, nuk më lë krena rahat. Nuk ju hapa dot
prap sepse unë nisëm jashtëzakonisht shumë vonë, vonuam shumë atje tek Tarka. Krenën fatmirësisht e zuri gjumi gjithë rrugën sepse normalisht i kishte kaluar orari, ishte ora unë nisëm diku nga ora 9:30 nga Tirana. Por fatkeqësisht i doli gjumi kur erdhëm këtu në Ballsh. Dhe gjeni pak se çfarë, i doli gjumi fare. Erdhëm në shtëpi diku nga ora 12, Krenën mund të ketë zënë gjumi nga ora 1-2, nuk e di se pash fare orën. Ishte komplet e acaruar në atë pikë. Vetëm ka qari, ka çuar besoj të gjithë komshin nga gjumi sepse aq shumë po qante dhe ishte acaruar. Unë nga ana tjetër nga gjithë ato gjëra që hëngra, unë nuk e se hëngra shumë, po thjesht nga që hëngra dhe mish dhe nuk e kam mësuar trupin të ha aq shumë, ishte duke më ardhur për të vjell, po më merreshin dhe mend dhe nuk isha fare në Terezi, Krena po qante, ishte një natë shumë e gjatë për ne. Në fund Krenën e zuri nuk e mbaj mend fare se si e ka zënë edhe mua edhe atë një kësi. Edhe tani në mëngjes u zgjuam, sot nuk kemi në plan asnjë gjë fare. Ndoshta do shkojmë prapë në Kut vetëm unë dhe Rezi, do lëm gocën në gjumë dhe të ikim, sepse nuk i mbaruam punët të gjitha atë ditë që do vinim. Krena sikur po i jap gjion, ka qef që të fusi duart vend e pa vend. Ndoshta vetëm atje do shkojmë dhe nuk kemi fuqi për asnjë gjë tjetër. Në fakt unë po e mendoja që të shkonim një drek në Vlorë, po nuk ja vlen fare, domethënë Krena aq acaruar sa është. Nesër jemi për të nisur për në Tiranë, se do flem atje. Kështu që s'ja vlen fare ta marrim qafë te Krenën edhe sot. Kështu do të bëjmë pushim nga xhirot me makinë, edhe po qëndrojmë këtu në Ballsh. Në Ballsh nuk është se qëndruam shumë të herë, kështu që pse mos ta shijojmë edhe pak më shumë Ballshin tonë të bukur. Po mbyll tani edhe çfarë të na silli dita, do t'ua tregoj edhe ju patjetër. Pashun që do rrinim në shtëpi, po nuk do rrim në shtëpi, jo. Do ikim ta pim një kafe për qet sotit. Kemi ardhur për pushime këtu, nuk kemi ardhur në shtëpi. Shtëpi do rrim në Gjermani, do kënaqemi. Po na pret Rezi poshtë, Rezi shkoi që të lante makinën. Rezi po u lëshua kur është në Ballsh, hajta kapësh me ashtu që kemi telefona, që edhe ato 90% kohës nuk ta hap fare, po që nice. Paktën kemi telefon, merremi vesh. Jep çikollokari ku ishte tani tër mëngjesin. Se më dezerton mua. Këta konti këte. Se në stakon në një këte. Po kam unë që i vjetë shoqe. Shumë ke shok apo shoqe? Po ti di që kam shok. Qa ke? E morëm një portokallën. E kam marrë malli për bravo pjeshke. Ky që thënë ju është lokali që unë lija orët e mësimit dhe vija pia macchiato këtu që ta dini juve. Sa koce keqe kam qenë. Shumë koce keqe që lija orët. Nuk e pi kafe, se mua jo. Me shoj që kul pjet një tjetër kafe këtu. Jes të Ballshi të pije kafe në një tjetër. Qa bjeni. Ato e tiri. Ku i ke pak të skena tiri. Linim, linim ato orët. Në një orë kështu në këtë futur linim. Po, fizika ty. Nisë më theta që ku isha? Po unë jam i lirë dhe bro. I lirë? Po. Po ti e marrëtor, që i lirë? Jam i lirë dhe të ku duaj që gjë. Tashka, Kesh bravo. taskena. Jo, kesh e mami. Vadet e lavazhva aty, makina ishte bërë, si që dita be Krena. Ju që keni fëmijë si ju bëhet makina se neve kemi gjithmonë shumë të pastër. Ke bravo më vajte në shtëpi. E pastaj vadet atje ku isha për të lëshuar, atë po morë ti. Dola që andej. Je joni do me thënë tani. Në vesh këtë bluzën më bëshjellë sot. Shikoni pak ngjyrën e flokut se sa e bukur që më ka dalë. O kënaqja fare, vetëm që kaçurelat nuk më kanë mbajtur shumë. Ska që se do t'i bëjmë atë metodën time. Arro fani që ti e bërë bukur. Po, si të duket në dritë? Ne shkojmë bëm disa blerje tani, sepse do bëjmë makarona me pana dhe me vuti për trek, edhe më ka marrë shumë malli për të ngrënë makarona me pana, po pana të mirë. Si ç'din ta bëjnë këtu në Shqipëri, unë se kuptoj, ku e gjejnë këta në Shqipëri se pana është italiane. Po shumë e mirë është makarona me pana edhe me vutit e mia. Të veç supermarket hall. Tushime gjithë që mori Rezi, e ka vajtur mendja. Shumë ka marrë snack që do t'i tregoj të gjitha në një video. Bëj një video me snacksat e familjerisë. Ja, patetina, bravo, makarona që do bëjmë tani për trek. Komposto pjeshke. Ka marrë malli shumë për komposto pjeshke, shumë. Lace, replay, vutit e mia të dashura. E dini që unë vetë kam shumë qejf vutit, është vetëm sallam që mund të hap pa pjekur, pas kuqe, pa gjë se i kam shumë vështirë ato sallamet e tjera. Po këto mundem t'i hak kështu. Ujë, lajthiza e Rezit. Rezi nuk pinte asnjë ujë tjetër për ishte shifri përveç lajthizë. Pana, më marr 2 pana. Makaron tjetër apo va tregon? Se di. Nice. Qëra të vogla do me thëmë për t'i ngrënë tani. Molto, Bellino, vetëm Bellino, si molto tjetër. Paf dhe cin ka marrë disa lloje. Dhe këto për t'i provuar, nuk e kam ngrënë ndonjë herë. Tuk. Edhe të gjitha këto që thoni ju kushton 18.200 lekë. Tani do ikim në shtëpi, Rezi shkoj për të pyetur diku tek dyqani Uanit, ku diun për kontratat e internetit. Unë do filmoj edhe një video me këto snacksa tani, se duhet që të bëjmë content nga të gjitha anët. Mendoja që kur të vija këtu në Shqipëri do kisha shumë siklet për të filmuar. E di se si e mendoja këtë gjë për vete, sepse për shembull tani këtu ka tëra ata njerëz dhe unë po flas këtu është shumë i qartë që po flas me një kamerë dhe nuk po më plas fare. E çuditshme, nuk e di se si e mendova këtë gjë për vete, duke e njohur veten time. Me punë për të bërë, nuk jemi vetëm për pushime këtu, do filmojmë, do bëjmë gjëra. Se duan njerëzit content të bukur në fundit. Prindrit u arratisën sërish dhe u nisëm drejt edhe në Cute. O shpirt, po mba çik distancë o zamra. Sot i madh. Ngjet makinë në Shqipëri, rikthehet në origjinë. Po çfarë ti bëj? Ne do vëm. Atje,
ngrej gjopën edhe pikën. More për këtë distancën. Rezi që thonë ka marrë një gjop. Sa e mora atë gjopën? 100 ca? Sa euro? Ty të kam ekonomist. Ku ty 100 ca euro se sa e mori edhe një pikë ahoshën nga patenta. Ekonomisti e firmës nuk di çfarë. Edhe tani këtu përfiton në raste, po mund të ketë edhe këtu. Ketë edhe këtu radar. Pse shkallon investorin atë në fratë radar këtu. Stanca mbahet për sigurinë tënde. Ishte një tabela aty që lexonte kut me të madhe. Sa herë që kaloja këtej zemra, për shembull që më duhet punoja nëna Qirokastra ose nga Saranda ose nga jugu çai bie këtej. Ata tek puna se e dinin saktësisht ata nga isha se unë gjithmonë që thoni ju, unë asnjëherë nuk thosha për shembull kur më pyesnin nga je, po ta dije që ishte nga veriu i Shqipërisë, thosha ose nga Fieri ose nga Mallakastra, po përgjithsisht e thosha nga Mallakastra. Se ka shumë njerëz që nuk e njohin që janë nga veriu i Shqipërisë kështu. Përsa kur kisha ndonjë që më pyeste nga jugu, i thosha që jam nga Mallakastra. Nëse më thoshin nga Ballçi, jo i thosha unë jam nga Kuta. Ishte shumë e rëndësishme që ta theksoja që ishte nga Kuta dhe mos ta mohoja këtë gjë sepse nuk ka për çfarë të mohohet, edhe pse unë nuk jam rritur fare në Kutë, nuk e di po përdesa origjina ime është ande pse të thosha unë jam nga Ballçi. Është budallik nga ana ime, ndërkohë që ka shumë njerëz që i kam dëgjuar që e di për shembull që janë nga jugu. Mund të jemi jugor aty që njihemi fshatrat ose qytetet të paktën ato kryesore, njihemi me njëri tjetrin. Sërish vendosin dhe të thonë që unë jam nga Fieri. Pse thoni jam nga Fieri kur mund të jeni nga një fshat i Mallakastrës për shembull? Çfarë ka për turp të thuash që jam nga një fshat i jugut? Ku ta di unë? Jo vetëm në Mallakastër, po kudo. Pse duhet të thonë njerëzit kështu? Është kompleks. Po pse ti je në Fieri është më mirë se sa ti je në Kuta për shembull? Mos më bën fshati, më bën unë jam unë vetë aty, se çfarë do më thonë më që ti je nga Kuta si nga gjë si që nga fshatar. Po fshatar. Do më hojmë, ha? Unë Kështu, mos thoni më që jam nga X qytet kur jeni nga fshati. Jeni nga fshati, thoni jam nga fshati. të vlerat duke gënjur. Thoj jam në Mallakastra, jam në filan fshat. Kaq. Se çdo njeri përveç sa veten e tij, se nuk e turpron as fshatin, as qytetin, asnjë nga neve. Ajo herë bise. Na doli tjetër makinë para. Nuk e bën aksident me motin një herë. Jo, nuk kam bër, po Ke qef tu ta kemi përplasur. qenë shumë afër. Kemi qenë shumë afër gjithkohë. Shumë afër aksidenteve, larg qoftë o zot. Kështu edhe tani po ikim tek fshati më i bukur në botë. Mbarojmë ato punët që kemi, edhe të rikthehemi në qytetin më të bukur të në botë. Atë të Ballçit. Migranti. Gjele me qeska, ndi qeska këte shikën i pak palatet, ha? Se her kam rënë më kësu? Do isha, unë me bitin si gjymiri me shisha. Kena po qanë, unë shkova tek Xhaxhi tani, që ta takoja, se Xhaxhi imi jeton këtu në Ballç. Kena po luante me kushëririn tim, që është klase 5. Në fillim ishte shumë azaruar edhe po qante edhe si çdo fëmijë, domethënë që sa ta ambientohet pak, dhe tani po qanë që pse iku nga kushëriri im, domethënë se po loste, po i vinte pas avazit edhe ai. Reci i pas kalon këtu të gjitha, duhet që t'jam mbyllur domethënë. Dhe fatkeqësisht nesër është dita e fundit që të shkojmë në Tiranë dhe në Tiranë aty kemi edhe 700 takime të tjera për të bërë. Besoj që do t'ju marr me vete edhe nesër dhe besoj nesër do jetë dita e fundit, se pas nesër do nisemi herët shumë në mëngjes dhe nuk ka sens që të hap kamerën aq herët. Plus që do jem shumë e mërzitur që do iki. Kaluar 5 ditë në fakt, po mua më duket se ka kaluar 1 muaj sepse kemi bërë aq shumë gjëra këtë ditë dhe mund të them që është hera e parë në Shqipëri që neve bëjmë gjëra për shefin ton dhe nuk bëjmë gjëra. Shumë herën e fundit që isha duhet të bëja çdo plan duke pasur parasysh takimin e dentistit dhe pothuajse nuk bëra asnjë gjë fare. Dhe herë me të vërtetë që i kam shijuar këto pushime këtu në Shqipëri, sepse kemi bërë gjëra, shkuam në gjithë ato qytete, gjë që është perfekte kur je me pushime, pavarësisht se lodhe shumë. Nëse un po iki tani dhe do ta mbyll këtu natën e mirë për sot dhe do të shihemi në episodin e radhës nesër. Ti kisha harruar figurën këtu? Po, sa të bëj shumë. Do hapi mami. Rezi, ke punë që të mbylli e pak valigje. Te valigje madhe po. Veç çik motor aty. Veç çik motor. Mirë mëngjesi nga dita e fundit zyrtarisht. Është e enjte, është ata qash. Nesër në mëngjes herët nisemi. Ne kemi lënë Ballshin ton të dashur. I bëm gjitha gjërat gati, valigjet. Rezi s'është fare i mërzitur që po ikën. Bëm gjitha gati, valigjet, gjërat që na duheshin. Nisëm drejt Tiranës, tani saktësisht jemi në Fier. Ora është afërsisht 11:10.
e paradites. Mësuar që në qarë sot, që kur e mësuar. Jena zuri gjumë shumë herët, në orën 9 domethënë nuk isha gjumë top është e sigurt, po të paktën nuk naqem me gjumë, unë kopëm me gjumë, që sot të kemi energji për ditën. Në Tiranë kemi disa punë dhe nuk e di se si do t'i organizoj, se i kam lërë shumë ngjeshur edhe takimet që më duhet të bëj. Tani rrugës për Tiranë do doja shumë që të haja në një pilaf te Pilo Lala, po nuk besoj që do kemi kohë sepse kam frikën e trafikut të Tiranës aty sapo hyn te Shqiponja. Si zemra ime do thosh një fjalë, je shumë e mërzitur. Të që s'kam asnjë fjalë për ta. Është pak fare e mërzitur që do iki. Të ka munguar Gjermania. Gjermania mungon shumë, po bojnë gjëra të tjera këtu, janë me merak. Koha këtu është për mashallah, siç mund ta shikoni, unë jam veshur me rripa, Rezi pak më keq se është veshur me të trasha. Të shumë, për shumë që gjeja të njëjtën kohë për të shkoja në Frankfurt, po e di që shanset janë zero. Nuk ishim si iknim ne pa ngrënë një pilaf të pilvaj. Sa parkua makinën neve krena u zgjuam. Ajo ku do hani pilaf pa mua ju, se neve tham që okay ta lëm në gjumë edhe ja marrim me vetë racionin e pilafit, po ajo u zgjua vetë dhe do që ta haj këtu me ne. Tani shpresoj që mos u vonohemi se duhet ta ham në kohë rekord, duhet ta ham kështu shpejt që mos u vonohemi më shumë se vajti ora 11:30 dhe në 1:30 duhet jemi në Tiranë. Gjë që kemi kohë, nuk është se s'kemi kohë, po gjithmonë varet nga trafiku. Sa na kishte marr malli, sidomos për këtë kosin këtu. Pa sa i mirë që duket. Ngrën pilafin në kohë rekord. Ajo teta kur po priste për të marrë lekët, Rezi nuk po gjente për momentin për të folë. Tha mirë, s'ka gjë, po nuk e keni, s'ka gjë, tha kur vini herë tjetër. Thot ju, nesër mund ndohet mua tha. Dhe këtë lloj pikpritje mund ta gjesh vetëm në Shqipëri, në asnjë vend tjetër të botës, jam shumë e sigurt. Do i ke pa paguar pilafin? Unë? Po. Besoj që kur të volim. Ndeta saj, se zonjë grua. Është shumë e mirë. Teta te Pilo Lala. Të përshëndesim nëse na shikon. Ora 11 e darkës tani dhe unë nuk jam folur fare gjithë ditën ju. Dhe ndihem në faj. Sot dita më doli me thënë drejtën jashtë parashikimeve ose edhe nuk më doli, e dija, por po mendoja që të paktën të kisha mundësi të filmoja, apo nuk kisha fare me thënë drejtën. Nuk e mbaj mend fare se ku ju lash, po drejt kisha për të bërë ata punë dhe piva një kafe. Më mori nga ora 1 deri në 3 ato punët dhe ato gjëra. Nga ora 3 deri në 4 pastaj shkova bëra thonjtë të këmbës, bëra vetulla si fillim, siç mund ta shikoni kam vetulla të reja. Janë jashtëzakonisht shumë të errta për momentin, po shpresoj që të bien, normalisht do bien, po shumë se tani më duket vetëm shumë e çuditshme. Po unë mendoj që ka bërë një punë shumë të mirë. Unë që shikoj nga afër, pavarësisht se tani më duket sikur kam çuar në një vetull falso këtu. Vetullat e të thonjtë të këmbës më morën 2 orë kohë. Këmbët mi ka bërë një trajtim aq të mirë, edhe nuk e keni idenë se sa pisliqe nxori këmba, por po gryen dhe atë dolën gjithë ato papastërtia aty ku tati unë që këmba ime kisha aq shumë nevojë dhe do doja shumë që të gjeja produkte të tura për mirëmbajtjen e këmbës, sepse me të vërtetë që nga që qëndron edhe në atletë shumë orë, normalisht ka nevojë për mirëmbajtje edhe këmba, që unë shkoj bëj pedikyr në Frankfurt. Asnjëherë nuk ma kishin bërë dhe të më nxirrnin atë lloj papastërtie që më nxorën kur e bëra sot. Kështu që do më duhet të gjej vetë produktet e tura për ta mirëmbajtur kur të jem në shtëpi. Pastaj shkova takova një kushurir, mora më mobet me atë nga ora 6 deri nga ora 7:30 kështu. Pastaj nga ora 7:30 ose 8 diçka e tillë shkova takova një kushurir tjetër, sepse sot ishte dita e fundit dhe nuk kisha kur i takoja më. Kënaqëm, bëm muhabet sa i luajtëm fen, shkuam në një ambient shumë të lezetshëm. Ngrëm diçka, pim ndonjë birë, muhabet i mirë, shumë mirë. Ka lezet kur ke kushurira që të hahet muhabeti. Dhe tani më solli kushurira sepse isha vetëm. Gjithë këto gjëra i kam bërë vetëm, pa Rezin dhe pa Krenën. Rezi me Krenën ndërkohë shkoi te kushuririve, ndërkohë që Rezi tani iku për të çuar karsitin te shoku sepse kishte marrë karsitin tek një shoku Rezi dhe ai e çoi tani. Unë vonova shumë, Rezi ishte mërzitur shumë me mua, sepse unë isha vonuar më shumë se ç'duhet dhe atij duhet që të shkoj tani të çoj karsitin, që është ora 11, ndërkohë që nesër duhet që të ngrihemi në orën 4. Dhe kështu kaloi dita ime sot. Më erdhi shumë keq që nuk munda dot të filmoja, por ishte shumë e shpejtë gjëja dhe nuk mundesha ta hapja dot kamerën, por gjithsesi disa klipe i kam filmuar. Sa për të pasur edhe ju iden. Kështu kjo ishte edhe dita jonë e fundit, që patjetër i shfrytzuam çdo sekond kësaj ditës së fundit për të bërë gjitha gjërat që na duheshin. Dhe jam shumë e mërzitur që do iki. Po nga ana tjetër edhe më ka marrë malli për shtëpinë time dhe për rutinën time. Po do doja të rija edhe një ditë më shumë këtu. Rezi më kishte bler edhe disa ëmbëlsira që doja me patjetër që t'i blija dhe të bëj edhe një video në TikTok, madje do t'ua tregoj pak tani se jam shumë e sigurt që e keni parë edhe ju. Këto ëmbëlsira që bëjnë kërc, besoj që e keni parasysh se për çfarë bëhet fjalë. Si po pres që t'i provoj tani edhe pse me sheqerin këto ditë kam te i kaluar masën. Nuk
nuk ka rëndësi fare, këto do t'i ha. Dhe mund të shikoni video në TikTok për këto, sepse do t'i bëj video në TikTok këto. Dhe unë tani do ta mbyll vlogun, nuk e di fare se si mund të dalë ky vlog, sepse akoma nuk e kemi marrë dorën me vlogjet, patjetër, është vlogu i dytë. Po shpresoj shumë që të kem filmuar mjaftueshëm sa për t'ju dhënë edhe juve ndjesinë e të bërit një xhiro në Shqipëri bashkë me ne. Unë nesër patjetër që nuk do ta hap kamerën, duke qenë se duhet të nisemi shumë herët dhe thjesht kemi rrugën për të bërë dhe do jemi sa andej dhe jam shumë e sigurt që s'do kem mundësi për ta hapur kamerën ashtu siç më kisha sot. Doja shumë që nëse keni ardhur deri në këtë pikë të videos, të më bëni një subscribe ose një like ose një koment ose çfarë t'ju doj zemra ju për të më suportuar edhe për ta vazhduar këtë gjën akoma dhe më shumë. Se siç mund ta shikoni e kam marrë me shumë qejf këtë punë dhe nga reagimet e vlogut të parë që mua ma keni bërë jashtëzakonisht shumë qejfin. Unë patjetër që vendosa që ta bëj edhe këtë vlogun në Shqipëri. Sërish besoj që të më nderoj mua përpara jush dhe t'ju pëlqej vërtet shumë edhe ky vlog tjetër. Kështu që ne do të shihemi në videon dhe në vlogun e radhës që shpresoj shumë që të jetë në muajin dhjetor me një udhëtim tjetër, patjetër, ndoshta pak më i shkurtër ky që do bëjmë në dhjetor, por rëndësi ka që të rishikohemi edhe një herë këtu në YouTube. Ju falenderoj pafund shumë për të gjithë mbështetjen dhe dashurinë që më keni dhënë. Shihemi tek video e radhës. Mirupafshim. Pastaj mirë mi kanë nxjerrë këto vetullat, ë? Mirë kanë. Bravo. Qes ka problem biletat të tjera sepse e ka humbur iku për fluturim. Gjeni pak se kush humbi fluturimin dije. Ky zotëria i nderuar këtu. E humbën fluturimin dije, sot është e shtunë. Neve kishim për të fluturuar dije, do fluturonim ne si zojsh. Se si seqyrse tek do ta shpjegoj në një video tjetër në TikTok dhe në Instagram. Besoj kur të publikohet ky vlogu do jetë hedhur tashmë ajo video. Por ajo që dua të them është që jemi sërish në Ballësh. Dije blem biletën e re që aty ku ishim në aeroport. Do nisemi nesër që është e diel. Erdhëm direkt në Ballësh. Unë kam fjetur, jam kënaqur njerëz, jam kënaqur po ju them. Kam fjetur dije nga ora 10 deri nga ora 2 dhe ka qenë gjumi më cilësor që mund të kisha bërë ndonjëherë në jetën time. Edhe në darkë prapë më zuri gjumi shumë herët, gjatë pasdites kam ndonjë gjithë ditën shtrirë. Dhe tani që po e mendoj ndoshta Zoti prandaj e bëri këtë gjë që unë të shqetësohesha tamam si njeri. Edhe sot ndihem shumë e freskët, shumë më mirë, siç mund ta shikoni kam bërë edhe kaçurrelat e mia, bëra një dush dije për çet Zotit. Edhe kështu, kjo ka qenë dita, ndërsa tani dolëm pak, pimi kafe me Rezin, blem një ca gjëra, unë duhet të filmoj ca video. A u mërzita që e humbëm dije fluturimin? Patjetër që u mërzita, po me të drejtën aty në atë moment që e humbëm. Edhe unë edhe Rezi ishim në formën tonë më të mirë edhe vetëm për qeshnim, se ç'a do bënim, shqyr Zoti që e morëm ashtu si e morëm. Aty po bënim shaka edhe me atë djalin që po prisnim biletat atje. Normale që na kushtoi shumë më shumë si për pjesën e biletave, si për pjesën e qëndrimit këtu, sepse normalisht të gjitha morën përsëri makinën me qira. Të gjitha shpenzimet që sërish janë ekstra këtu. Nuk është se u mërzita aq shumë për lekët, sa jam mërzitur për faktin që kisha shumë punë për të bërë, me thënë të drejtën, si nga ana e filmimeve. Emaile kam parë që më kanë ardhur pafund paketa në shtëpi që duhej që t'i filmoja dhe idealisht do t'i filmoja vetëm të shtunë të dielën, me që do ishte edhe Rezi në shtëpi, po të paktën marrim anën pozitive që të dy ishin pushim deri të dielën, kështu që nuk na duhej që ta preknim orarin e punës, si të thuash, dhe të hënën do vazhdojë jeta normalisht. Po kështu e kishte shpërë Zoti këtë herë, kështu që nuk do mërzitemi fare. Do bëjmë si do bëjmë, do vi në shtëpi, do qetësohemi, do rikthehemi, do bëjmë reset. Unë patjetër që nuk do ta vazhdoj vlogun se nuk ka se kemi ndonjë gjë të bëjmë, në çmenduri fare tani këto ditë sepse ishin të paplanifikuara. Unë do ta mbyll vlogun sërish për herë të dytë. Ky vlog do ketë dy mbyllje. Unë nuk do i them më të njëjtat gjëra që kam thënë kur mbylla vlogun, se tani nuk i mbaj as mend se çka kam thënë. Unë ju falenderoj me të vërtetë shumë nëse e keni parë deri në këtë moment vlogun. Dhe më lini një koment çfarëdo qoftë që kjo video të ketë sa më shumë aktivitet që të paktën të plotësojmë lekë të biletës.